Për çka ka nevojë Kosova sot? Kosova nevojë ka sot për hapjen e investitorëve, me me investu në Kosovë. Ka nevojë për me hap vende punë të reja, të cilat nuk po ndodhin. Po i largohen investitor strategjik, po largohet çdo kush, nuk po krijohen kushte, nuk është vend që sot garanton me bo biznes. Është nga vendet më të rrezikshme të botës për me bo biznes. Kjo është e tmerrshme, na këto duhet me hije, me përmirësu dhe me rregullu këtë farë problemi madhor. Çka të pikëllon më shumë kur je në terren si afarist? Më pikëllon çmimet e larta, cilat janë detyra e qeverisë, me rregullu. Janë probleme që njerëzit nuk mund ja përballu me ja dal muin, sepse ato problemet ty janë edhe problemet mia. Ato ne kam thonë çdo sa herë, mu nuk kam vënë në Kosovë pa njerëz. Nuk po me jetu në Kosovë pa njerëz. Kosova është luftuar është derë gjak mushteru me qenë e lirë, e pastër dhe me punu gjithë për ta. E jo sot më largu 3-400.000 banor për 3-4 vjetë. Nuk mund është mirë rekuperu ata me njëherë. Nuk mund është mirë rikthy ata me njëherë. Më ardhët jo është deshtë mundë sakrificë mi pasti ata njerëz. Në vend se mi hap vend në pune, vend se mi hap rrugë me punu, vend se mi leju me punu, e disa sfida është me bu biznes për në Kosovë sot. E disa sfida është. Pse është sfidë? Pse është sfidë sepse nuk respektohet asë një rregull e ligjeve të Kosovës. Vetëm i forti punën. Vetëm ai që e bën menën me dek për punë. Nuk është për e kënë rregull, nuk është normale. Nuk funksionojnë gjykatat, vjesin land me vjetë në për gjykata. Vetë personalisht kam cindra land në për gjykata që i shtym me gjykë se shtym, shoqënia duke më ndihmu. Nuk është normale kjo. Nuk është normale me të ty një land 5-6 vjetë ty fëmija të shkon në shkollë me të lindë. Nuk është normale kjo me prit një vendim që do të më morë mrena 2 ditë, 3 ditë, ose pozitiv ose negativ. Edhe me alëshu rrugën land proceseve tjera gjyqësore. Jo një land me të prit 6 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë. Nuk janë, qëto janë që dëmtojnë biznesin, qëto janë që shkatrojnë biznesin për me punu. Vetë sot blokada që janë bojë për landëve në gjykat, kalën mbi 20 miliard, mbi 25 miliard dami që është në bizneseve në për gjykata. Janë pronat blokume, pagesat pa pagume, të gjitha që kanë drejtu gjykatës për një zgjidhje dhe nuk marrin drejtim.